Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me atentatin e ndodhur në Lezhë, ku humbi jetën Gjovalin Prendi. Është zbuluar automjeti tip Range Rover i përdorur nga autorët e vrasjes së Prendit. Automjeti është fokusuar. Pak pas ngjarjes nga kamerat e sigurisë, nga vëzhgimi i hetuesve rezulton që mjeti nuk është me xhama të zi, rezulton me targa të vjedhura, po ashtu edhe makina e vjedhur por ende nuk është saktësuar se ku. Itinerari që kanë ndjekur autorët ka kaluar në rrugën që ka biznese kamerat e sigurisë, të cilat kanë fiksuar lëvizjen e automjetit. Autorët kanë ardhur nga ura e Milotit, kanë kaluar lokalin afërsisht 50 metra larg nga pjesa e pasme e lokalit. Dy persona kanë zbritur nga makina dhe janë ofruar me këmbë tek dera e lokalit dhe kanë qelluar nga pjesa anësore, ku të dy ishin të armatosur dhe vetëm njëri nga ata ka qelluar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:52 minuta dhe ka zgjatur vetëm 30 sekonda dhe makina ofrohet para lokalit dhe merr dy autorët. Makina ka marrë sërish drejtimin për në Milot dhe është djegur në fushë gjormë. Sa i përket hetimeve pas ngjarjes, policia e Lezhës ka kontrolluar disa banesa dhe ka shoqëruar disa persona ndërto edhe dy vëllezër të fisit Xheloshi, ndërto të identifikuar si Ardian Xheloshi, ndryshe njohur me mbiemrin Marku. Janë marrë në pyetje për rreth 2 orë nga policia dhe më pas janë lënë të lirë. Grupi hetimor nga hetimet e deritanishme pistë kryesore ka hakmarrjen. Hetuesit janë fokusuar tek e shkuara e djalit të tij, Sidorel Prendit, i njohur ndryshe si Roan Brahimi. Fisit Prendi në vitin 2014 pranë lokalit ku është vrarë i ndjeri Gjovalin Prendi, i kanë vrarë djalin e Xhaxhait dhe të Hallës dhe kanë mbetur i plagosur djali tjetër i Xhaxhait të Sidorel Prendit. Ngjarje e cila ka mbetur e pazbardhur dhe ende pa autor. Po ashtu, në vitin 2020 babait të Sidorel Prendit i kanë bërë 2 sulme në lokal, një me armë dhe një me eksploziv. Po ashtu djali i viktimës së datës 17 prill është hetuar për disa ngjarje, ndërto edhe atentati 10 shkurtit 2024 ndaj Ardian Xheloshit, ku mbeti i plagosur dhe u vra ekonomisti i firmës. Po ashtu, emri Sidorel Prendit, Roan Brahimit, ka dalë në vrasjen e Gentian Betjas në Larush në Fushkruj, ngjarje për të cilën është në burg edhe kunati i tij, Ilir Beqaraj.